edhe detyrimet për një sezon turistik të sigurt, në të cilin nuk patëm asnjë ngjarje të rëndë kriminale. Policia e shtetit ka qenë e angazhuar maksimalisht për garantimin e rendit dhe sigurinë publike në çdo skaj të Shqipërisë, nga zonat malore, bregdetare dhe destinacionet turistike të vendit. Në zonat e plazheve u angazhuan patrulla për të rritur prezencën policore, për të ardhur në ndihmë pushuesve. Në total mbi 1700 efektiv u angazhuan për të garantuar sigurinë e plot. Gjithashtu u ngritën 6 stacione policie provizore në Valbon, në Tale, në Gjirin e Lalzit, në Palas, në Ksamil dhe në Kalan e Komanit për të ofruar shërbim më të shpejtë dhe më pranë turistëve. Për të kaluar tek siguria rrugore. Nga muaji janar deri në muajin shtator 2025, edhe në këtë pikë ka një trend ulës prej 17% të aksidenteve krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, pra gjatë vitit 2024 shënonim një nivel të 155 jetëve të humbura, ndërkohë që aktualisht kemi 17% më pak reduktim. Është një shifër patjetër që flet qartë, duke llogaritur se në krahasim me vitin 2013, për shembull, nëse do donin bënim një bilanc, ishin mbi 300 persona që humbnin jetën në aksidente rrugore, dhe të kesh parasysh që në vitin 2013 kishim rreth 450.000 automjete në qarkullim, ndërkohë që aktualisht që flasim kemi mbi 1 milion automjete në qarkullim, pra kemi një reduktim me 4 herë më pak të aksidenteve rrugore në raport me numrin e automjeteve që qarkullojnë. Sigurisht që edhe monopatinat që i prekët si shqetësim janë një burim aksidenti shumë i madh, referuar shifrave të policisë shtetit janë mbi 1000 aksidente të ndodhura nga fillimi i këtij viti. Në fakt dhe po t'i referohesh faktit që jo në të gjitha rastet policia e shtetit njoftohet për këto aksidente, pra vetëm nga policia e shtetit kur është njoftuar janë 1000 raste, nuk janë pak. Dhe patjetër që monopatinat janë një rrezikshmëri e madhe për gjithë qytetarët, kështu që patjetër që ne ndërhyjmë dhe në këtë pikë, duke i pezulluar përkohësisht dhe duke na dhënë mundësinë që ne ndërkohë të ndërtojmë një bazë ligjore ku të qartësohet dhe të standardizohet dhe të normalizohet mënyra se si këto mjete motorike të duhet të lëvizin edhe të qarkullojnë, duke patur parasysh edhe të gjitha standardet e sigurisë që do duhet të respektohen.